Një konflikt I zgjatur në lindjen e mesme, por rrezikon të ndryshojë ndjeshëm mënyrën se si udhëtohet me avion në nivel global. Aeroporte të rëndësishme si Dubai, Abu Dhabi dhe Doha, të cilat shërbejnë si nyje kryesore për lidhjen e Evropës me Azinë dhe Australinë, janë prekur nga mbyllja e hapësirës ajrore dhe tensionet në rajon. Si pasojë, mijëra fluturime janë anuluar dhe mijëra pasagjerë kanë mbetur të bllokuar, ndërsa disa avion janë detyruar të kthehen mbrapsht gjatë udhëtimit. Situata është përkeqësuar edhe nga rritja e çmimeve të karburantit, pasi furnizimet nga Gjiri Persik janë kufizuar, duke detyruar linjat ajrore të reduktojnë aktivitetin. Ekspertët paralajmërojnë se kjo do të çojë në rritje të çmimeve të biletave për shkak të mungesës së kapaciteteve dhe rënies së konkurrencës. Ndërkohë, disa kompani evropiane kanë shtuar fluturime direkte drejt Azisë për të shmangur rajonin, por ato nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm për të zëvendësuar rolin e linjave ajrore të Gjirit. Për te indikimit të menjëhershëm, ekziston shqetësimi se pasagjerët mund të humbasin besimin për të udhëtuar përmes lindjes së mesme, për shkak të rreziqeve të sigurisë dhe mundësisë për të bllokuar në tranzit. Kjo mund të ketë pasoja afatgjata për industrinë e aviacionit dhe për ekonomitë e vendeve të rajonit që mbështeten te turizmi dhe transporti ajror. Nëse konflikti zgjat, ai mund të ndryshojë rrënjësisht rrjetin global të fluturimeve, ndërsa një zgjidhje e shpejtë do të mundësonte rikthimin gradual të normalitetit.